Tangoj. Unë jam shku të haxhiu, qëllimi jam është gjitha ëndrat të cilat janë thyer, janë coptuar nga premtimet e rrejshme nga të tjerët, përmes këtij formati Big Brother shpresoj t'i realizoj. Wow. Befasi apo mrekulli, mund të ndodhë përsëri e njëjta histori. Ajo që ndodhë me Gjestin pra. Një eliminim i padrejtë. Për shkak se sipas votimeve që i pom, edhe sipas projimit që ndjekem, pra me të vërtet, ai incidenti që ka ndodhur ka qenë kolektiv dhe dënimi duhet të ishte të paktën kolektiv. E jo të qohen të gjithë banorët në televotim, sepse disa prej banorëve aty kanë edhe sponsor për jashta, nuk është si shkurta që ka mundësi një aktiviste, një homone prej 34 vjeçare, pra që jeton vetëm prej punës sajna. Shkurta tek i arrit me fitu zemrën e publikut, edhe kuptohet, urojmë e shpresojmë që kanë më hap shumë rrugë tjera dhe shumë dyrë tjera pra për ty, kështu që mos e mërzit për atë punë, sepse gjithmonë janë i qendër të vëmendjes ata që krijojnë skandale. Pra njerëzit që janë drejt, edhe njerëzit që e meritojnë, jo gjithherë fitojnë apo kanë vendin aty ku e meritojnë. Kështu që mos u dorëzo, vazhdoj e punën dhe misionin tanë, sepse kjo është krenaria më e madhe.